Tani më dihet gjithë çka me të dashur përveç numrit të saktë të mërgjimtarëve që do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë që mbahen me datën 7 qershor. Por, edhe ky numër do të dihet shumë shpejt sepse sot me 17 maj është dita e fundit kur mërgjimtarët mund të aplikojnë që të regjistrohen për këto zgjedhje. Regjistrimi bëhet në linkun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa më pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bën edhe verifikimin e të gjitha aplikimeve. Mërgjimtarët që kanë të drejtë të votojnë do të mund ta bëjnë këtë në 3 mënyra. Mund ta bëjnë me postë, pastaj në përfaqësi diplomatike, në vendin ku jetojnë natyrisht dhe mund të shkojnë në Kosovë dhe të votojnë atje si të gjithë të tjerat. Personat që janë regjistruar që të votojnë me postë, pra do të votojnë nga data 25 maj deri me datën 6 qershor. Në përfaqësi diplomatike do të votohet me 6 qershor, ndërsa ata që shkojnë në Kosovë do të votojnë si të gjithë të tjerët, pra me datën 7 qershor. Ndryshe, nëse akoma nuk i keni siguruar biletat për udhëtimin, ta dini që interesimi është i madh. Unë kam biseduar këto ditë me sponsorin e kanalit ton, Reisebüro Prishtina, dhe kemi rënë dakord që të gjithë që blejnë biletat me këtë agjenci dhe përdorin kodin Bakricani, pra emrin dhe mbiemrin tim, do të kenë një lirim për çdo bilet. Ndërsa, biletat mund t'i merrni në linkun www.flyrbp.com që po e shehni edhe këtu. Ndryshe, këto lirimet vlen për biletat gjatë gjithë vitit 2026. Ndërsa, sa i përket votimeve, ju me siguri që e keni parë, por po ju kujtoj që ndërkohë është hedhur edhe shorti për renditjen e partive në lista. Nga partitë e mëdha sipas renditjes, Lidhja Demokratike e Kosovës garon me numrin 113, Lëvizja Vetëvendosje me numrin 116, Partia Demokratike e Kosovës me numrin 125 dhe Aleanca për Armarinë e Kosovës me numrin 128. Nëse ju intereson lista e plot e partive, unë mund ta publikoj edhe këtu poshtë, por besoj që secili për ju tani më e din numrin e partisë që do ta votoj. Ndërsa unë ju uroj një fushatë sa më të qetë, zgjedhore dhe votim të suksesshëm për partinë që e preferoni ju natyrisht. Por, edhe një herë, të gjithë ju që doni të votoni nga diaspora, sot është pra me 17 maj dita e fundit për regjistrim, ndërsa për terminet e votimeve do t'ju njoftoj prap në kanalet e mia. Andaj, mos harroni të abonoheni dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video, sepse ndoshta dikush ka harruar dhe akoma nuk është regjistruar për votime, këtë mund ta bëj edhe sot. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacionet e tjera.